Kultivimi i sherebelës ka rënë vitet e fundit. Shkak nuk është bërë mungesa e tregut, por ajo e politikave për të forcuar fermerët që merren me kultivimin e kësaj kulture. Sherif Braja, përgjegjës në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Shkodër, tregon se kjo kulturë është më e goditur në Bashkinë Malësie e Madhe. Ka fermerë që kanë heqë dorën nga kultivimi, por ka dhe fermerë që kanë rimill kulturën e bimës sherebelës, që është kultura më vulnerabël sot për sot. Kultura e sherebelës është kultura më e goditur në këtë aspekt. Janë edhe bimë të tjera, për shembull kultura e helikrisumit, e mankrit, ishte një kulturë që fillimisht pa treg, i gjithë fermerët destinuan në atë drejtim. Përgjithësi Braja shton se formalizimi i tregut të zgjidhja vetme për fuqizimin e fermerëve që kultivojnë këtë bimë. Vitin e parë i sensibilizoi fermerët, i këshilloi fermerët dhe arriti që ta bllokoi prodhimin e tyre. Të gjenën para këtyre kushteve fermerët hoqën dorë nga mirrja. Tani kjo sipërfaqe e kulturës mankrit është e kontraktuar, merret çdo vit nga pika e grumbullimit dhe është futur në rrjedhin e lishmërisë. Për kulturat e tjera duhet të ekzistojnë, duhet të arrijnë edhe sherbela të futet në rrugën e lishmërisë. E kontraktuar, të kufizohen sipërfaqet, të lënë kontrata dhe për sasinë e kontraktuar të evaduohet prodhimi. Pas pandemisë, tregu i bimëve medicinale pësoi goditje të shumta ku mungesa e shoqatave të fermerëve, por edhe mungesa e kontrollit mbi tregun e huaj bëri që të zvogëlohet sipërfaqja e tokave të kultivuara, si pasojë edhe prodhimi.